shpive çdo të dështrime. I kemi edhe njerëz së bashku, ju thash që do të zgjashin pak të qeshurat se debatet nuk ndalojnë aty brenda. Atëherë shkojmë në shtëpi. Hye jam sërish me ju dhe është momenti për të mbyllur zyrtarisht televotimin për liderin. Mal, kë mendon se ka zgjedhur publiku? Mendoj që prap Stenaldo. Stenaldo ti? Njëri mes Nikol dhe Malit. Nikol? Po unë të Stenaldo, përderisa është ka 2 herë jeshtë, pse jo një herë tret. Miri? Juelën. Juela? Unë besoj Rogertin ose Brikena ndoshta. Rogert? Unë mendoj Mirin. Brikena? Mateo. Mateo? Brigena. Greta? Shpresoj Selin. Shëndrit? Jam mes Mateos dhe Rogertit. Selin? Kimbo. Kimbo? Selin, sa ke vëvotos? Edisa? Rogertin, se ka bërë fushat për te pinguinat e Belgjikës. Fushat elektorali o Tani? Edhe unë Rogertin se vdish për të bo lider. A, mon bojnë. Po ti sikur do dilje kundër o Tani? Ja, lider Apo fillon... Fillon nga kundër. Maro të vini kundër jam. Tan, ma hiq. Unë jam kundër. Ma hiq edhe gilotinën, tan, ma hiq gilotinën. Vdi që ke sa ke hy këtu, du të bojnë kështu se të trega. Hajde të bëjmë dhe ty e lider, të shofi me si. Presim Zarfi në studio. Bravo, se se buna, se du se të bosh ti, po thjesht vdiqet në me thonë. Vete fushat po bë. Atere, publiku ka vendosur në këtë televotim brenda natës së sotme që lideri i ri i shtëpis të jetë Ska shans. Miri. Ka premtu drejtor finansat. Urime Miri. Faleminderit gjithë. Ministra Finansat ka drejt. Qëndro në këmbë Miri, je që jetë, lutem të vendosësh me kurriz nga video walli, qëndro aty kurriz në momentin e eliminimit. A mund t'i them faleminderit publikut për suportin e madh që më ka dhënë edhe mbështetja e tyre më bën që të jetë si përpara në këtë lojë. Faleminderit gjithëve. Ju dua fort. Ju dua fort. Ti e din kush është. Atere lider, vllai i madh sot ju kërkoi të ndaheshit sipas dëshirës tuaj në dyshe, duke theksuar që kjo zgjedhje ishte e rëndësishme. Dyshet që ju formuat ishin Miri dhe Edisa, Nikol dhe Egi është në studio pas eliminimit, pra Nikol ka ngelur vetëm, Brikena dhe Selin, Mali dhe Stenaldo, Shëndriti dhe Greta, Mateo dhe Gimbo, Artani dhe Juela. Po ashtu vetëm ka ngelur Rogerti. Vllai i madh ju pyet Nikol dhe Rogert, nëse doni të bëheni çift për këtë mekanizëm, duhet të jeni të dy dakord. Unë jo, do doja të qëndroja vetëm. Okej, përsa kohë njëri prej jush nuk është dakord, atëherë dyshja nuk krijohet. Lider. Po. Duhet të dish që përveç Nikolit dhe Rogertit, të cilët nuk pranuan të ishin pjesë e një dysheje, se kjo do me ja fut vetës. Ata do të jenë imun nga zgjedhja jote. Ndërkohë, nga çiftet e tjera, ti duhet të zgjedhësh 2 që ti çosh në televotim për të shtunën. Çfarë do të ndodhë është 2 çiftet që lideri i ri i shtëpisë Miri do të zgjedhi, do të shkojnë në televotim për të shtunën veç e veç, pra do të votohen veç e veç. Pyetja për publikun do të jetë kë doni të shpëtoni, 2 më të shpëtuarit shpallen të shtunën,
dy që ngelen do t'jenë në një televotim kokë më kokë për të martën e ardhshme me pyetjen kë doni të largoni. Miri, kush janë dy dyshet që ti zgjedh? Dy dyshet që unë zgjedh janë përputhen. Bravo. Që do të thotë? Është Brikena me Selin, edhe dy shokët që janë shok, dhe vetëm shok. Ata përputhen nuk bëj dhe të shojnë tani se si të shkoj situata. Të zgjedurit e Mirit janë Brikena, Selin, Mateo dhe Gimbo, të cilët nga ky moment do të shkojnë në një televotim veç e veç me pyetjen kë doni të shpëtoni. Hapim zyrtarisht televotimin. Publiku, faleminderit, publik, të dua fort, publik. Ja vetëm për ty tu, vetëm për ty. Mateo, si e ndjen veten? Normalisht është televotimi vështirë. Se jemi dy çifte, por jemi ndarë po në dy çifte. Kështu që sidoqoftë votoheni veç e veç, ë? Po pra, dhe më duket i zgjedhje shumë e vështirë dhe për publikun. Votohen veç e veç. Pra, deri të shtunën, për të katërt, pra për Brikenën, Selinin, Mateon dhe Gimbon, votohet për secilin veç e veç. Dy prej kësaj katërshe do t'i shpëtojnë me pyetjen, sepse pyetja është kë doni të shpëtoni, të shtunën. Dy të tjerët që ngelen nga ky televotim do të shkojnë kokë më kokë me pyetjen kë doni të largoni për të martën e ardhshme. Mateo, po thoje. Thash, më duket shumë zgjedhje e vështirë dhe për publikun, pasi jemi dy çifte të ndarë në dy çifte. Se si do shkoj, Zoti i Madh e di. Ju uroj suksese vetes dhe Brikenës dhe fitoft më i miri atë që do publiku. Një ditë do dalim gjithë nga këtu, vlerësimin e bën publiku. Atëherë, Lidion, zgjedhja ishte shumë e parashikueshme, se Miri u dyf shumë mirë kur e zgjedh, po që unë jam shumë e lumtur se dhe me dal jashtë dal prej 4 persona, kështu që nuk kam problem. Selin? Lidion, si fillim mirë përshëndes autoren edhe moderatoren e programit Përputhen, që është një program shumë i dashur nga publiku, edhe shumë e turpshëm nga ana e Miri që e përdor në kontekste të gabuara. Sa për pjesën e nominimit, më vjen mirë që jam me dy lojtarë që kanë dalur njëri të preferuar të publiku dhe me një person që kam bindjen shumë plot që është lojtar po aq i fortë sa dy të tjerë që kanë letë preferuar. Njëkohësisht nuk u çudita fare, po të kishte bërë ndonjë veprim tjetër do kishte qenë e papritur, po Miri nuk është nga ato lojtarë që të jep të papritura, është më se i parashikueshëm, kështu që ja ku jemi. Gimbo? Suksese. I parashikueshëm. Veç do të edhe Miri me ditë që nëse mendon që më tut mu me këtë nominim e ka shumë gabim, unë edhe nëse unë dalë shkojnë shpëtam. Se jo nëse kej tjerë, faleminderit shumë, votoni për ne dhe me edhe nëse dalë se kom problem, që shkon mas miri, ecë mas miri, nuk është problem për Gimbon. Ledion, të lutem, se dua të bëj diçka, të them diçka. Brikena, sot mas dite, më ka thënë diçka që ty të mbajnë në loj me hatër. Brikena dashur, kush më mban mua me hatër në këtë loj? Edhe më ka thënë Ledion. U zgjodha lider. Tash, veç pse je zgjedh lider, nuk do të thotë që unë një përgjigje në pyetje ftua kur do ti, kështu që vazhdoje lojën tonë dhe jemi në rregull. Po kish respekt për publikun shqiptar. Po kish respekt për publikun shqiptar që po të ndjek. Apo kështu ju ikti Brikena. Okej, interesante do t'jetë Arrivederci. kjo javë në vazhdim sa i takon televotimit, po ashtu edhe sa i takon liderit të ri. Po Stenaldo? Po thosha shkurt fare, se ky tani ndjeti lumtur shumë, mirënjohës shumë që është lider, ama kur isha unë e shikonte kështu si një pozicion të kot që marrë një vlerë ishte favor shumë i fort. Ishte favor shumë i fort. Një gjë e kot që s'vlen. Shkurt më. Edhe unë e bëj këtu. Favorin e fort. Mirë, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Ndërkohë që sigurohem që nuk dëgjohem atje, komentojmë pak së bashku si ju duk zgjedhja e Mirit. E frikshme është. E frikshme është. E frikshme dhe e palexueshme tashmë, për mendimin tim. E palexueshme rezultati do thuash. Ajo është. Po e lexueshme zgjedhja e Mirit, apo jo? Zgjedhja e Mirit, Miri u kryqëzua dhe ka kaq javë që kryqëzohet nga banorët, dhe fakt ata
Nga këta të katërt. Nga këta të katërt dhe janë të pa limite në sulmet kundër e tij, kështu që dhe ai erdhi një moment që ky është nominimi më i fortë që kemi për këtë sezon. Unë mendoj që Mirit i erdhi një penalti edhe bëri gol. Sepse në këtë pikë lojës ai këto që ka armiq, këto i futi në televotim. Për mua, edhe pse mund të jetë e lexueshme nga banorët siç thon, po edhe herë të tjera kur kanë thënë jo po është e lexueshme, ai e bëri tamam, futi ato që ka armiq. Qartë. Votoni, edhe njëherë mos harroni në televotim shkojnë Brikena, Mateos, Elin dhe Gimbo, votohet veç e veçë, kështu që votoni me pyetjen kë doni të shpëtoni, 2 prej tyre i shpëtojmë të shtunën dhe më pas 2 të ngelurit shkojnë në një televotim deri të martën me pyetjen kë doni të largoni dhe një nga të katërt deri të martën që vjen do të lërë përfundimisht shtëpinë. Ne do të kthehemi pas kësaj shkëputje.